Moti keq godet Shqipërinë, Ministria e Mbrojtjes si paraqitet situata në qarqet më problematike. Prej orësh strukturat vendore dhe ato të mbrojtjes civile janë në gatishmëri të plot në ndjekje të situatës së krijuar nga rreshjet e shiut që kanë vijuar pothuajse në të gjithë territorin e vendit. Ministria e Mbrojtjes raporton se si vazhdon situata në qarqet më problematike të vendit. Situata sipas qarqeve. Qarku Lezhë, vijon puna për normalizimin e situatës në fshatrat Gjorm, Zhej, Fush Mamuras, njësi administrative Mamuras, Bashkia Kurbin dhe në njësit ku për shkak të rreshtjeve të djeshme janë evidentuar probleme. Punojësit në teren po monitorojnë situatën në fshatin Jezull, njësi administrative Rëshen në fshatin Kodë Rëshen, ku nga rëshkitja e tokës rrezikohet një banesë. Nivelet e ujit në Lumejnë Drinë dhe Mat janë brenda kuotave. Qarku Durrës, situata në njësinë administrative Suk, Skatundi Ri dhe Ishëm, drejt normalizimit. Ujrat janë të rrequr nga zonat e prekura. Niveli i ujit në Lumejnë Terzen dhe Ishëm është brenda kuotave normale. Hidrovorët në Porto Romano dhe Hamallaj vijojnë punën me kapacitet të plotë. Qarku Kukës, situata gjithmonë në monitorim të plot nga autoritetet vendore dhe subjektet kontraktore të cilat kanë bërë pastrimin e të gjitha akseve rrugore nacionale duke garantuar aksesin e tyre për automjetet. Qarku Fier, referuar të dhënave mbi prurjet e lumit Vjos në pikmatjet përmet Memaliaj, konstatohet një shtim me intensitet shpejt i prurjeve në lumin Vjos në pikmatje në Urës së Mifolit, ndaj shtritur gradishmëria e strukturave operacionale për menaxhimin e çdo situate të mundshme. Pranë pikave kritike janë vendosur mjetet të tonazhit të rënd, 5 skrepa, fadroma dhe mjetet të larta transporti. Qarku Elbasan vijojnë punimet për pastrimin e inerteve në segmentin rrugor Elbasan Peqin në vendin e quajtur Muraç dhe në segmentin Elbasan Librazh. Në fshatin Kerpic të njësisë administrative Kushov, Bashkia Gramsh po monitorohet situata. Lumin e Kerpicës rrezikon të dalë nga shtrati. Lumi i Kerpicës është krijuar mbrojtje për 8 banesa që mund të rrezikohen nga ujrat e lumit. Qarku Berat, rreth 20 hektar parsela me ullishte në lagjet Lopari dhe Semaj në fshatin Veterik, njësi administrative Velabisht, Bashkia Berat, kanë pranitur ujit për shkak të daljes nga shtratit lumit të Sum. Qarku Korç në fshatin Sanjollas, njësi administrative Barmash, Bashkia Kolonj u normalizua situata me zhbllokimin e tombinove dhe pastrimin e inerteve u shmang rreziku për banesat. Qarku Gjirokastër në rrugët urbane të qytetit, por pa shkaktuar bllokime të trafikut. Liçeni Virojit po i afrohet pikës kritike, por po mbahet në monitorim në njësinë administrative Lazarat, fshati Lazarat. Në lagjen e poshtme të fshatit ka vërshim të ujrave nga Projqi zbret nga mali Sopotit si dhe Kordhoce. Në aksin rrugor Gjirokastër Kakavi ka prezencë të shtuar të ujit, po punohet nga ekipet në teren. Në aksin Gjirokastër Valare ka prezencë të ujit në vendin e quajtur Azna, ku kalueshmëria bëhet vetëm me mjete të larta. Në bashkinë Libohov, problematik mbetet bllokimi i aksit rrugor Suf Poliçan në vendin e quajtur Shkëmbi Dallandyshes. Gjithashtu proi fshatit Labov ka shtuar prurjet në teren, po punojnë forcat bashkiake. Qarku Dibër, në të gjithë qarkun është punuar për të stabilizuar situatën e krijuar nga rreshjet e shumta, veçanërisht në njësinë administrative Zaldar, në njësinë administrative Luzni për shkak të prurjeve të projit të Kusares, në njësinë administrative Tomin, fshati Zdojan në Ars, në fshatin Ket të njësisë Xibër, në fshatin Bershin, në Klos dhe në fshatin Kujtim, në fshatin Kurdari e të tjerë. Ka patur probleme me rrugët. Në Bashkinë Mat po punohet për largimin e ujit në katet e parë të shkollave Mustafa Gjestila dhe 28 nëntori, si dhe në disa banesa vjon puna në fusharës Lagjanelaj, ku prurjet e projit kanë bllokuar rrugën. Nga ana e Bashkisë Mat janë vënë në dispozicion 2 mjete zjarr fikse, 3 fadroma dhe 5 mjete transporti, gjithashtu mbi 40 forca të bashkisë për menaxhimin e situatës. Akset e rrugëve nacionale janë të kalueshme në normalitet.